Reperi francez ndërron një jetë papritur në moshën 31 vjeçare, pak orë para koncertit. Reperi francez Uerenoi ka ndëruar jetë në moshën 31 vjeçare, vetëm pak orë para një koncerti në Lyon. Jeremy Wana, i njohur me emrin artistik Uerenoi, u shtrua me urgjencë në një spital të Parisit të premten mbrëma pas një arresti kardiak dhe respirator. Pavarësisht përpjekjeve në kujdesin intensiv, ai ndërroi jetë në orët e para të së shtunës. Reperi, me prejardhje kamerunase, pritej të performonte më 17 maj në një koncert ekskluziv në klubin Azar në Lyon. Deri tani, familja dhe menaxhmenti nuk kanë bërë një deklaratë zyrtare, por homazhet nga kolegët dhe fansat kanë vërshuar në rrjetet sociale. Spotify France shkroi: vetëm në 5 vjet, Uerenoi la një gjurmë të pashlyeshme në muzikën franceze. Ndërkohë, producenti Babs dhe grupi Djadja and Dinas ndaluan publikimet për të nderuar humbjen. Uerenoi ishte një nga emrat më të njohur të skenës së repit në Francë. Albumi i tij, Care, ishte më i shituri në vitin 2023, ndërsa suksesi vazhdoi me Pyramid dhe Diamant Noir, i cili u shpall albumi më i mirë i javës në prill 2024 me mbi 53.000 shitje. Ai kishte më shumë se 6.7 milion dëgjues në Spotify dhe këngë të njohura si Scarface, Solitaire dhe Shermin Dor. Lajmi i papritur ka tronditur fansat dhe industrinë muzikore. Në rrjetet sociale, dhjetra mesazhe lamtumire thonë thjesht pusho në paqe.